Po kërkohet i ulet vlera fjalës baba, po kërkohet i ulet vlera fjalës nën dhe mama, dhe po përpiqet që njerëzve të mbushet mendja që të jetojnë jetën, ta shijojnë e të rinë larg përgjegjësive, e që duan fëmijët sepse kanë shpenzime, e që duan fëmijët sepse kanë lodhje, e që duan familjen kur mund ta shijojnë jetën e tyre sipas qefeve. Dhe kjo është ajo çfarë po na ofrohet më të madhe, dhe askush prej nesh nuk është imun nga fenomene të kësaj natyre. Gjithsecili prej nesh ka kontakt me këto fenomene që po ndodhin jashtë. Dhe kur flasim jashtë, ne si musliman duhet kemi konceptin jashtë bot kuptimit islam, jashtë bot kuptimit të jetës e një muslimani, sepse muslimani ka parime të tjera për jetën e tij. Muslimani ka parime të tjera për jetesën e familjes së tij. Muslimani ka primare atë çfarë thot Allahu, dhe muslimani ka primare atë çfarë ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam.